Tabelat elektronike në pikat e derivateve në qytet kanë ndërruar çmimet nga rreth 1.15 cent për naftën sa ishte në 1.34 këtë martë. Ngritje ka pësuar edhe benzina, €1.33 ditën e sotme. Ky është çmimi më i lartë ndër pikat e shitjes në kryeqytet, nga se në disa derivatet shiten edhe për 1 ose 2 cent më lirë. Megjithse rritja në bursa ndërkombëtare ndodhi vetëm dje në mëngjes, çmimi u reflektua menjëherë në treg, çka ka bërë që inspektorët e mbikëqyrjes së tregut të rrisin kontrollet në pikat e shitjes, e në njërin prej tyre prezent ka qenë edhe Dukagjini. Në një pikë në zonën industriale në periferi të kryeqytetit, 2 inspektorët morën pamje të tabelave elektrike për të vazhduar më pas tek faturat e konsumatorëve. Pas marrjes së 2 faturave, ku edhe tregohet çmimi për litër, inspektorët kanë takuar përfaqësuesin e pikës në kërkim të disa dokumenteve. Çmimi për litër i dizellit, çmimi shetës me pakis prej premtës. Çmimi shetës me pakis prej premtës deri në ditën e sotme. 27 deri 3. Edhe këtë shtulit për cilën deri në ora 3. 15. Pas përfundimit të proces verbalit, inspektorët vazhduan në pikat e tjera të shitjes me qëllim të grumbullimit të informacioneve. Në një përgjigje për Dukagjinin nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, kanë deklaruar se mbikëqyrja do të vazhdojë edhe ditëve në vazhdim ndaj operatorëve ekonomik. E njëherë nuk përjashton as mundësinë e propozimit të rregullimit të çmimeve me qëllim të mbrojtjes së konsumatorit. Nga shoqata e naftarëve thonë se mbyllja ngushticës së Hormuzit, njërës nga pikat kyçe për tregtimin e naftës, e ka pasur efektin e vet. Çdo problem në atë korridor reflektohet në tregjet globale dhe reflekton edhe tek ne në Kosovë. Këtë korridor e kanë kaluar me qindra anije në ditë, por tash nuk kalojnë jo më shumë se 4 deri në 5 në ditë, dhe ato me rrezikshmëri të madhe. Qytetarët tonë janë duke u shërbyer me çmimet më të lira në region. Një ditë më parë, Mint ka ftuar qytetarët të raportojnë çdo parregullsi apo mashtrim të mundshëm në adresat zyrtare të saj.